gjatë këtyre ditëve në fakt Rjeti ka zgjerë për një tjetër situatë, një deklaratë nga Gert Ferra e bërë në një intervistë në Top Albania Radio, ku në këtë intervistë ka thënë që ka hedhur disa hipoteza, duke thënë se Egli ka lënë një marrëdhënie pezull jashtë asaj shtëpie. Madje ka thënë se marrëdhënia është me një instruktor palestre i cili quhet Mario dhe ka shtuar që ka qenë pikërisht ky i fundit që e ka shoqëruar Eglin në ambientet e Top Channel. Natyrisht këto deklarata mbeten në kuadër të thashëthemeve, por ne si fan club përpiqemi të shohim si qëndron e vërteta. Për këtë arsye do të flasim tani me kunatin e Eglit, Giulio, i cili është me ne në një lidhje telefonike. Përshëndetje, Giulio, më dëgjon? Përshëndetje, Edi. Përshëndetje, Giulio. Faleminderit që je pjesë e fan clubit. Besoj që na ke ndjekur deri tani. Dhe do doja të pyesja, si çfarë ke për të thënë rreth këtyre deklaratave që janë bërë në lidhje me Eglin? Po, e kuptoj tani. Mu më duken pak qesharake se sa nuk po dëgjojmë, sa nuk shikojmë. Edhe shohim njëri tjetrin në shtëpi dhe qesim. Se kanë dalë shumë veta që flasin, si kanë folë me familjarët e Eglit, po familjarë i Eglit jam unë e nuk se ime. Kështu që ke qenë ti personi që e ka shoqëruar Eglin në Top Channel? Tani, unë Eglin e ka shoqëruar që nga dita e parë, vazhdoj vetët e Top Channelit më njohin gjithë, e din që jam unë për prezent pranë Eglit, nuk e di nga i shohin këto filma. Pse mendohen se bën këto deklarata atëherë të rreme për të? Po ti shiko kush i bën, do me thënë gjithkush do pak vëmendje. Është normale. Ti e mohon kategorikisht gjithë këto deklaratat. Po shumë e lehtë për ta zgjidhur. E di gjithkush aty. Që nga zotrin që janë të trau, që më kam parë që ditën e parë që e kam çuar dhe deri më sot, edhe në fund të kësaj eksperience. Do doja të shumë e thjeshtë për të zgjidhur. Marion, këtë djalin në fjalë ju e njihni? Po, e kam shok. Okej. Kam vite që e njoh. Pra janë totalisht. Është instruktor palestre dhe nuk ka asgjë të keqe se këtu në Shqipëri kështu funksionon. Ta bëjnë këto dashnor, ke frikë me dalë në imazh ta bëjnë dashnor. Çdo fem mund të ketë shok, mund të ketë familjar, mund të ketë. Në mos gabojmë është edhe mik i Eglit, kështu që po, thjesht ta që dalin flasin, shohin lajme të 2002-shit, 2003-shit edhe fillojnë flasin për vëmendje. Okej. Kemi asgjë të themi. Shumë e qartë, Giulio, por përfitoj pak nga kjo telefonat për të pyetur edhe si e sheti Eglin në lojë pas rikthimit së saj në shtëpi. Tani Egli vendosi të rikthej për ata qindra mos e mira njerëz që për një javë nuk kanë pushuar duke komentuar, duke na shujtur riktheni Eglin, duam të shohim Eglin mrena në shtëpi. Por dhe për veten e saj, pasi unë si ajo mendoj që meriton të dilte nga ajo shtëpi ky shyri duke qeshur. Publiku vendosi ta rikthejë dhe besoj ka bërë gjën e dur. A e shihni më mirë se herën e parë? Shtëpi duke qeshur. Më fal? E shihni më mirë se herën e parë? E shihni më mirë në këtë pjesë të dytë, në këtë rikthim? Tani unë e shoh që po ecën me tru, nuk po dëgjon më zemrën. Okej, shumë e qartë. Faleminderit Giulio, faleminderit që ishe pjesë e fan clubit. Po më thuaj, çfarë duhet të thoje? Më fal, a jemi live? Po, live, patjetër që jemi live. Okej, bëj të fala të gjithë atyre që flasin për Eglin. Shumë faleminderit, e di respekte. Ishte se dëgjova, më falni. Bëj të fala të gjithë atyre që flasin për Eglin. Okej, bëjmë të fala, patjetër. Ishte një kunj kjo. Për ty shumë respekte, përshëndes. Okej, e vlerësoj. Faleminderit Giulio që ishe me ne dhe falenderojmë. Dhe ne falenderojmë që na jep material çdo javë që të flasim për të, edhe ne falenderojmë që po shkon sa më poshtë në lojë dhe ne kemi mundësi ta komentojmë këtu. Shumë e lumtur për këtë. Po Ronaldo do thotë diçka? Unë realisht nuk e kuptoj se si personazhe si Gert Ferra, në të cilën kam pasur të njëjtën linjë, kur ai në këtë studio, si në shtëpinë e Big Brother VIP, vazhdon dhe shpif për banorët e Big Brother vetëm për të qëndruar në vëmendje dhe në vend që të bëj teatr, del dhe merret me gjëra sido që të jenë shërnë si ka. Më kupton, nuk mund të merremi me banorët Big Brother me thashë theme që dëgjojmë korridoreve apo rrugëve të Tiranës. Po, se në fakt doja të pyesja për këtë. Mendon se këto deklarata në këtë pikë të lojës, Ronaldo, bëhen
pozaçërisht për të dëmtuar lojën e banorit në fjalë? Nuk besoj që Gerti ka interes të dëmtojë lojën e Eglit sepse Gerti tashmë është jashtë. Thjesht Gerti ti nevojitet një highlights në portale. Rikujtoj këtu për të gjithë fansat e këtij formati dhe ato që kanë kuriozitet, Egli Tako ka qenë tek emisioni Ime e Diellit para 2 vitesh dhe pikërisht këtë lajm e ka sqaruar. Kështu që Gerti një ditë të bukur e ka parë këtë lajm dhe vendos ta rikthejë në vëmendje, gest i cili në fakt mua s'm pëlqen fare.